Çmimet po rritën sërish në Kosovë. Qytetarët po e ndjejnë çdo ditë e më shumë peshën e krizës ekonomike. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni ka arritur në 2.9% në muajin mars, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm në mars çmimet janë rritur për 0.8%. Siç bëhet e ditur, rritja vjetore e çmimeve është shoqëruar edhe me një inflacion mujor prej 0.8% vetëm gjatë muajit mars, duke reflektuar ndikimet e vazhdueshme nga faktorë të ndryshëm të tregut dhe të mjedisit ekonomik. Më së shumti janë shtrejtuar kafeja, çaji dhe kakao me 17.1%, pemët me 6.7% dhe perimet me 8.7%, mishi 8.3%, shërbimet e transportit personal, qumshti, djathi dhe vezët me 7.1%, uji mineral, pijet jo alkoholike dhe lëngjet me 5.4%. Ky trend i rritjes së vazhdueshme të çmimeve të ushqimeve po e rëndon gjithnjë e më shumë jetën e qytetarëve në Kosovë. Ata fajsojnë liderët shtetëror për mos formimin e institucioneve, që sipas tyre ka ndikuar drejt për drejt në përkeqësimin e gjendjes ekonomike. Qytetari Skënder Zogaj thotë se populli aktualisht gjendet në krizë ekonomike. Po nuk ka dyshim që rëndon jetën e qytetarëve, po në kohën, momentet cilat ndodhen edhe qeveria dhe shteti dhe tjera, dhe me thonë të gjëra shumë normale, pastaj të pritshme, sepse prishet balanci dhe gjithçka reflekton nga njëra te tjetër. Po e lëm këta, dhe në fakt në një qytetar po hyn në një farë krize ekonomike, sepse nëse nuk ndodhin edhe shtratimet më të tjeshme, dhe nëse nuk ndodhin rritjet e asaj që kemi, dhe me thonë është jo e këndshme. Rritja e çmimeve gjithkohë bëhet edhe në vendet me një zhvillim tjetër, më thonë rëndon. Në Kosovë ngritjet e rrogave, pensioneve kanë qenë më thonë tepër të ulta dhe tepër të ngadalshme, nuk e kanë ndjek ritmin e rritjeve, prandaj po është në një krizë, jemi në një krizë e cila vetet vetëm shpresojmë që do të gjenden rrethana të reja dhe një përmirësim i standardit qytetar. Ndërkohë Naxhie Berisha thotë se rritja e çmimeve po i varfëron qytetarët. Ajo thekson se me të ardhurat e pakta që ka, jeta është bërë tepër e vështirë. Me 120 euro pension jetohet. E këta vazhdimisht e shfrytëzojnë rastin edhe i hypin. Na, veç me nale me këqyri, jam ja pëqu pensionet tonë, nështë e i knaqë. Ndime në fëmijëve. Dikush që më jep, jetoj vetë, tjetër se zdi që më të. 100%, milion % është e varfume, që zdin ka janë gjesin. Po e në mësu në shqiptarët, me në gjy buke kryp. Ekonomisti Mustaf Kadriaj thotë se mungesa e institucioneve funksionale, si dhe varësia nga importi janë faktorët kryesor që e lën tregun të pambrojtur. Për fat jo të mirë se rezultati i importit ne po përballemi me ngritjen e çmimeve në vazhdimsi, që po shihet se qeveria nuk po kryen detyrën e vet konform do thotë politikave ekonomike, që në fakt nuk është zuprodhimin vendor, që me një mënyrë mos më varë shumë nga importet. Në momentin që po varëm nga importit, pra detyrimisht ngritën çmimet dhe në fakt i pa përballueshëm në këtë raport, por për fat jo të mirë, deri me tani po flas për 4 vite të qeverisë kemi pasë vazhdimisht trend të rritjes së çmimeve, që edhe në këtë rast, saqë mund të potencoj që për shkallëzimi i rritjes së çmimeve, vlerësoj që është shumë më i madh në shportin e konsumit se sa që jep vetë ASK apo çfarë do instituti, sepse trendi i lëvizshmërisë dhe dinamika e rritjes së çmimeve në treg është shumë më shpejt dhe shumë më e lartë. Kjo edhe spekulimi ekonomik dhe bizneset në fakt i shfrytëzojnë shumë këto momente dhe në fakt është shtrat për ngritjen e çmimeve tek bizneset, për faktin që mekanizmi shtetëror është i fokusuar dikon tjetër dhe për fat jo të mirë gjithmonë barra mbetet te qytetari. Unë uroj që po marr parasysh kush do të jetë mandatar, unë vlerësoj që do të bën institucionet një hap e para, sepse ka dhe shumë projekte që janë mbetë do të thotë pezën, se rezultati që qeveria në detyrë nuk mund t'i shtyjë përpara, që uroj
kushdo që vjen shpreje, por me rëndësi të bëhen institucionet sa më shpejt që në fakt mbetet ekonomia në hijen e probleme politike, por të jetë primare dhe në fakt fokusohet e zhvillimi ekonomik i vendit. Gastronomët kanë paralajmëruar ngritje të çmimit të kafes në lokale, pas shrejtimit të saj në tregjet me pakicë. Ndërkohë, pas ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, është paralajmëruar edhe shtrenjtimi i bukës.